Okej, sot çuditërisht kemi filluar mirë, ndihemi të relaksuar, por që kjo nuk do të thotë asgjë sepse ka ndonjëherë ditë që edhe kur flet pak, shkon palestër edhe je si një amshori pa parë. Ka ditë tjera që ke fjetur si Dracula shumë kohë dhe prapë ndihesh i lodhur, kështu që nuk e kam kuptuar asnjëherë pse ndodh kjo gjë, por që do ta provojmë si do jemi sot në palestër. Pa humbur kohë lexojmë edhe meditimin ditor. Okej. Mendja e stërvitur më mirë se çdo skenar. Pikërisht në këtë mënyrë duhet kuptosh sa qesharake është të thuash. Më thuaj çfarë të bëj. Çfarë këshille mund të jap unë fal? Jo, një kërkesë shumë më e mirë është stërvit mendjen time që të përshtatesh në çdo rrethan. Në këtë mënyrë, nëse rrethanat të shmangin nga skenari, nuk do të jesh i dëshpëruar për një opsim të ri. Epitekti, diskutat. Dhe me këtë, let's get to the fucking gym. Okej, herën e fundit tu në top set bërëm 37.5 përsëritje me një rep si reserve. Kësa i futa 40 kg, synojmë mirë për 6 përsëritje. Sa kështu mirë ku jemi, po. Normalisht, si që është fundimi do të jetë pak në 6 përsëritje, të 6 deri në 8 përsëritje. Mendoj që mund të jetë dali. Here we go, top set. Okej, po të forcohesha edhe qik më shumë mendoj që e nxirr edhe temën, po që thash okej, nuk po e çoj, edhe që dështimin më shumë mundsi. Që 7 me reps në rezervë. Kjo është okej. Bëjmë një back off set, bëjmë kaq kile, e ulim pak. Edhe shikojmë pastaj si do ndihemi atje. Jam në shkronja dhe këtu s'na lan. Çfarë thosha? Back off set, shkojmë të ndihemi atje. Edhe kaq. Edhe back off set herën e fundit më të 8 përsëritje bëra me një rep si reserve. Që e do me kaq. Nuk është rrita as përsëritje as peshën. Ishte rëndje seti parë. Kalojmë low row. Gjë e keqe të ky ushtrimi është që ky më tepër është bërë që ta bësh unilateralisht domethënë. Më mirë të marrësh këtu, ta bësh këtu. Se kur kemi të dyja, duhet zgjatesh, edhe kur ke peshën me zilidh edhe strapsa. Po që nëse i vjeta bëjmë kështu. Here we go Nacho, top set. Okej. 8, jo keq. Shtellemi pak, bëjmë një back off set. Okej, gjeta mirë frymën. Momentin që lidh strapsa tu, nga që mbështes diafragmën të kjo gjeje, na e ngjesh mirë edhe zemrën, stomakun e që gjitha, edhe t'jep një si që shkon zemra bosh në një. Nëjse. Kalojmë clavicular pec flies. Okej, herën e fundit top set tu,
Në 32.5 arritëm të zjernim 7 përsëritje. Synojmë për të 8-ën kësaj here. Here we go. Sa shumë energji që humbëm edhe për të 8-ën. Gjithsesi them ta bëjmë një back offset. Ai, shit. Se di gjithmonë ku do përparoj një përsëritje më shumë, sa do bëj pesh më shumë të top seti, gjithmonë back offseti, sa do qoj peshën do të fungohet, ose s'po vjen një laf më i mirë në mendje për sungimin. Thjesht do ketë hindrance, që i thonë anglisht mase. Nëse e kuptova thelbin. Kalojmë sagittal, vertikal pull, vertikal sagittal pull, whatever. Okej, herën e fundit këtu, pa dashit e logbuku, kishe shënuar një në shtrim 2 herë, domethënë low row në kisha vënë edhe për këtë këtu. Do bën të habi domethënë se më dilte i pesh tjetër këtu, dhe këtu pastaj ku erdha që pash, okej, ishte një tjetër shtrim. Kështu që nuk e maj mend se e kam bërë top setin. Një do thoni ju, aty ke videon e para fundit, hape, shife, kënë shumë drejt për që në një përtoj. Dhe kjo është ndër rastet që përtoj shumë. Kështu që në amendësim, 60 besoj du t'jenë okej. Nëse janë okej për saj, ja kem fut për skot. Here we go, top set. Okej. 5. Masë nuk e qenë më të saktat të 5 që janë bërë për gjithsesi. Bëjmë edhe 5 me dorën e majtë, nësaj bëjmë një back offset në pak kile. Shtohemi pak. Okej, bëjmë një back offset. Shtohemi pak me në kranë e majtë. Okej, 6. Buh. Çuditërisht edhe këtu s'po më lën rahat më shkojnë. Okej, top set me 62.5 synojmë për 6 deri në 8 përsëritje. Po përveç vapës që po duroj unë, që e keq edhe për kamerën që nxehesh ka edhe ndonjëherë ka mundësi që të ndaloj të regjistroj edhe unë se di. Shpresojmë që të mos ndodhi. Here we go.
Bukur. Bëjmë një back offset. Okej. Kalojmë Jam Press. Herën e fundit tu me 72.5 për 8 përsëritje, me pak a shumë një rep in reserve, se disa doja dalim që të bëjmë një më shumë se ere. Në ratë pare kemi të dur në djersht, ratë dytë nuk e di pse më dhim ka të qik tricepsi, në sak tendina këtë të bryli. Me që it is what it is. E provojmë. Here we go. Se kemi po 8. Pak të nuk ram në 8. Bëjmë një back offset tani. Upper i marroj me sukses. Kalojmë lorën. Okej, top set, i futan që 30 kg kësa ere, synojmë për të paktën 8 përsëritje. E në ndërsola, nese, jo keq. Po të qëllit prish pas kam një dhimbje të vogël këtu të pjesa e patelës, a nuk e di ku drejshën e kam vrarë. Kam bërë në i hekuri këtu, apo është problem nga squati. Sali, dhe shof më thonë, bëjmë dhe back offset. Okay. Kalojmë lying leg curls. Okay, Nacho, here we go. Top set. Shit. Okay. Qëllitërisht i kam akoma qikë sore hamstringat. Që që bëjmë edhe një set të hamstringat dhe abduktorët dhe kalojmë të pulta të saj. Okay, top set me 25. Here we go. Akoma sore. Sorry, apo janë qikë lodhë për një kështë. Nese,
Okej, gjash për të rritë. Kalem të pulpat. Tjengshme. Me me bëgë opse. Okej. Kaq ishte stërvitja edhe për sot. Sot çfarë ishte mirë. Në diferent vendeve përparua mirë, ndjem mirë, pampi mirë do thoja, që gjitha mirë, përveç vapës. Na i lezin fund fare për në air kondicioner, nuk pa dhe mundësi të gjitha shironim shumë të fresh. Për që që, më mirë me vuajtje, se aty, se shu s'ka lidhen diamantet, ose prodhohen diamantet, mëse, nese, u kuptua filmi se që dhe të kush e pa videon deri në fund, e dini e vazit, nuk kam se dukem si telefonit prishur, në linë një koment sigurisht, like, share, që li bëjmë boost algoritmit, edhe shihemi tani në full body-n e radhës, që është shtunën. Shifna!